Bismillahirrahmanirrahim. Një profesor në prezencën e nxënësve të tij e merr një valutë të hollash, po thon 500 euro, edhe e ngrit lart, i thot nxënësve, kush e don kët para? Të gjithë ngritin durt, unë. Pastaj më mësuesi apo profesori e gjun në tokë parën, thot kush don me marr kët parë? Ata i thonë, unë prapë, njëjtë. E ka mësuesi edhe e shtyp e mbledh, normal nuk e shkyn, po e mbledh, edhe thot kush e don kët? Prapë thonë gjithë unë. Pastaj e gjun në tokë mbledhur, thot kush e don? Thot gjithë unë. Pastaj merr edhe shtyp me kam, po tash thot kush e don? Prapë thonë të gjithë unë. E merr e drejton, thot shikoni nxënës. Ashtu thot si e doni gjithë këtë pare. Pa marrë parasysh, është e drejt, e pastër. Pa marrë parasysh, është e shtypt, e gjujt në tokë, e ngritur lart, e shkelur me kam, e pluhurosur, ndoshta me mikroba, ku e di çfarë. Thot, a po shihni që vlera e parës nuk po i hub pse po e gjun, pse po e ul, pse po e mban lart poshtë me shkel me kam etj. Thot, çuçi ka kjo vlerën e vetë ju, pa marrë parasysh është e shtypt apo jo, e hudhur në tokë apo e ngritur lart. Thot, kështu janë edhe disa njerëz, të cilët e kanë vlerën e tyre, pa marrë parasysh i ngritim lart apo i gjujm poshtë, pa marrë parasysh i shtypim apo i shkelim me kam. Vlera e tyre kur nuk humb. Andaj njeriu duhet ta krijoj kulturën, edukatën, mirësjelljen, diturinë, aftësitë, të veta, punën e vet, aktivitetet e tija, me ato të tregohet, me ato ngritet, pa marrë parasysh a vlerësohet të dikush apo nuk vlerësohet, pa marrë parasysh njerëzit si do ta trajtonin në shoqëri apo jo. Nëse ti e din veten se je i pasur shpirtërisht, je i vlefshëm, ki vlerë, atëherë mos të pengoj, mos të preokupoj, mos mundoj fakti pse dikush nuk po të vlerëson. Pse dikush nuk të ka dhënë pozitën e merituar, pse dikush të kundërshton etj. Andaj ashtu sikurse kjo pare e cila pa marrë parasysh gjendjen e saj, të gjithë e vlerësonin edhe donin për shkak të vlerës që ka, kështu duhet jetë edhe njeriu apo besimtari në përgjithësi që të ketë vlerat e tija nga të gjitha aspektet që pa marrë parasysh si e trajton dikush, pa marrë parasysh në çfarë pozicioni shoqëror është, ai me ditë se është i vlefshëm, edhe njerëzit me vlerësu punën, aktivitetin e aftësitë të tija. Andaj, mesazhi e kuptuam të këtij tregimi është ai që neve duhet krijojmë në veten tonë, në brendsinë tonë, të krijojmë vlera, pa marrë parasysh të tjerë a na i pranojnë sa duhet apo jo, pa marrë parasysh të tjerë sa na vlerësojnë sa jo. Nëse në veten tonë kemi vlera, atëherë kjo është domethënë një gjë e mirë, edhe nuk duhet me prit që të tjerët me t'i kriju vlerat e tua, të tjerët me të ngrit. Jo, ti ngritesh me punën tënde. Andaj, nëse marrim një letër edhe mbajmë, e hekurosim, e rregullojmë, e zbukurojmë, po është thjesht letër e padobishme. Nëse do ta lenim to kërkush s'kish më marr. Po ja që parën, e cila është letër me vlerë, edhe nëse e shkel, edhe nëse e shtyp, edhe nëse e pluhuros, këtë kanë më marr, se ajo në vetë ka vlerë. Kështu edhe besimtari duhet bëhet i vlefshëm, të jetë i dobishëm edhe të përfitojnë të tjerët prej tij, domethënë ta ketë vlerën e vet, pa marrë parasysh si e vlerësojnë, si e trajtojnë të tjerët në shoqëri. Lutë Allahu azh që të na bëjë të dobishëm edhe të aftë edhe të zot që t'i bëjmë dobi vetes tonë dhe të tjerëve. Walhamdulillahi rabbil alamin.